Ekipet e Bashkisë së Florës janë angazhuar prej ditësh në një aksion pastrimi përgjatë lumit Vjosa, konkretisht në zonën e Novoselës, në kuadër të përpjekjeve për mbrojtjen e mjedisit dhe ruajtjen e pasurive natyrore të vendit. Ky aksion synon largimin e mbetjeve urbane dhe materiale ndolce të kumbulluara ndër vite, duke përmirësuar ndjeshëm gjendjen e përgjithshme të zonës. Kryeministri Edi Rama ka ndarë pamje nga terreni, duke theksuar se këto nisma përçojnë një mesazh të qartë dhe kuptim plot për rëndësinë e kujdesit ndaj zonave të mbrojtura. Sipas tij, mbrojtja e natyrës së biodiversitetit dhe bukurive të peizazhit është një mision i përbashkët ku duhet të angazhohen institucionet, komunitetet lokale dhe qytetarët. Në këtë kuadër, stafet e administratave të zonave të mbrojtura në bashkëpunim me strukturat e bashkive po zhvillojnë aksione pastrimi në disa pika të territorit, duke synuar jo vetëm ndërhyrjen fizike, por edhe ndërgjegjësimin e komunitetit për rëndësinë e ruajtjes së mjedisit. Ky aksion pastrimi ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin qytetar për mbrojtjen e ambientit, të përmirësojë gjendjen e ekosistemeve natyrore dhe të nxjisë një kulturë të qëndrueshme mjedisore si në nivel lokal, ashtu edhe kombëtar. Lumi Vjosa është shpallur park kombëtar nga qeveria shqiptare në mars të vitit 2023, duke u kthyer në një nga shembujt më të rëndësishëm të mbrojtjes së lumenjve të egër në Europë. Ai është ndër lumenjtë më të mëdhenj të Shqipërisë, veçanërisht për sa i përket prurjeve ujore. Me një gjatësi prej 272 kilometrash, Vjosa buron nga malet e Pindit në Greqi dhe përshkon territorin shqiptar përpara se të derdhet në detin Adriatik, duke krijuar një ekosistem të pasur dhe unik.